djali talentuar shumë, Idro. Patriot? Patriot. Unë do të qoja patriot. Kishte kërcënime? Gjatë gjithë kohës. Ne madje këtu, ne madjen. Do me thënë, shikom, kam pasur raste që në disa vënde që kam shkuar, më thonin këta njerëzit që më prisnin që i takonin një sorolloj të lartë, do me thënë ishin drejtues. Po? Disa në media, disa në politik, më thonin, kemi sigurimin nga pasë, mua më duke i kështu e çuditshme. Po. Dhe ne kemi qenë të gjithë monitoruar këtu, sepse dhe unë, kur ti shkon me statusin e gazetares, në vënde që është pak delikate marrëdhënia. Të thua se bini sekret serb, ju ndiqte? Po. Të ndiqte, ë? Kështu thanë. Të thaj? Kështu tha, po. Ty të ndiqte që bimi sekret serb? Jo mua. Po mirë pa juve? Po, neve, po. Po të dy, ai shkëri gazetari ishin për gravitatën për Shqipërinë. Është e çuditshme, po është e vërtetë. Ti s'dije gjë, ti s'kuptove gjë. Po unë as nuk e besova, të them drejtën. Po, Elisa. Të veshën Beograd, ti një gazetare e famshme nga Shqipëria shkon në Beograd, të ndjekin shumë protesta në këtë vit që kam. Po kanë thënë ata kartë për protestat kjo. Kishte shumë protesta, kishte lëvizje shumë